Vazhdojmë me pyetjen tjetër të këtij shikuesi që është e ndërlidhur me atë të parën. Thot, a bën që të pranojmë ndonjë dhuratë që na dhurohet në punë ose dikun tjetër, ose edhe fëmijëve tanë në shkollë për Krishtlindje? Është fakt se në disa rrethana, posaçërisht do thot në disa njerëz të cilët punojnë do thot në punë të ndryshme, ka mundësi në fund të vitit qoftë do thot për shkak të festës vitit të ri, qoftë edhe për shkak do thot të kapitullimit do thot të punëve në këtë fundvit, mund të ndajnë do thot punëtorëve të tyre dhurata, qofshin do thot në aspekt të parave apo edhe dhurata në forma të ndryshme, dhe në disa kjo emërtohet se është do thot janë dhurata të vitit të ri, në disa raste do thot kjo emërtohet si dhurata do thot të fundit do thot të përfundimit do thot të vitit, përmbyllja vitit e kështu me radhë. Pavarësisht kësaj, themi se një besimtar në parim i lejohet do thot me pranu dhurata nga të tjerët, me një fjalë nga jo besimtar, qofshin ata të krishterë, qofshin do thot të ndonjë feje tjetër, madje edhe qofshin idhujtar. Për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pranuar vetë dhuratat nga jo besimtarët, Imam Buhariu në koleksionin e tij, do thot në librin e tij të haditheve, përmend do thot një kapitull, do thot e ka emërtuar një kapitulli në lidhje me pranimin e dhuratave nga idhujtarët. Dhe aty i përmend disa hadithe në të cilat vërtetohet se i dërguar Allahut ka pranuar dhurata, ashtu siç vërtetohet se ka pranuar dhuratën nga ajo çifutja e cila i ka dhuru do thot një kofsh deleje, pastaj vërtetohet se Abdullah ibn Omeri, vërtetohet se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka pranuar dhurat nga vllai i tij, do thot idhujtar, e kështu me radhë, në parim do thot lejohet kjo. Po gjithashtu edhe në raste të shënimit të festave të tyre, nëse ata jemi do thot të fqi, do thot me ndonjë jo besimtar apo me ndonjë krishter e kështu me radhë, dhe na ofron do thot ndonjë dhuratë me ndonjë pavarësisht se çfarë është ajo, lejohet të marrim. Dhe në këtë nuk ka gjë të keqe, duke u mbështetur në një rast kur gruaja e pejgamberit lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të është pyetur nga një femër se a lejohet t'i pranojmë do thot disa dhurata që na dhurohen nga disa të afërm tan, të cilët dallojnë një ditë do thot festive që kanë qenë në ignorancën e tyre. Atëherë Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thënë lejohet t'i pranoni këto, por me kusht që mos të jenë do thot mish, do thot i therrur për hir të kësaj feste, për faktin se nëse është mish i therrur, nëse është do thot mish i therrur, do thot është mish, atëherë duhet t'i largohemi kësaj. Por çështje të tjera sikurse që mund të jenë ëmbëlsirat apo ndonjë dhuratë kështu materiale e kështu me radhë, nuk ka gjë të keqe inshallah. Por duhet ta kemi parasysh posaçërisht me fëmijët tan që të bëjmë do thot një vetëdijsim edhe tek ata, ashtu siç duhet këtë vetëdijsim edhe tek muslimanët në përgjithësi, se këto dhurime apo këto dhurata mos jenë shkak që ata do thot të afrohen jo besimtarve apo t'u pëlqejnë dhe t'u lakmojnë festat e tyre, për arsye se kjo do thot e zbut bindjen edhe krenarin për cilën ka nevojë besimtari në lidhje me fenë e tij dhe me festat të cilat ai i dallon dhe i vet. Po, me që përmendet më herët që nuk bën të festohen, ndërsa dhuratët nuk prishin punë. Po, a lejohet të urohet festa atyre? Edhe në lidhjen me urimin e festave është pak problematike, për faktin se kjo në një formë apo tjetër mund të aludojë do thot një pranim jo i drejtë për drejtë i atij shkasi të cilën ata e festojnë. Prandaj më e drejtë është që mos të bëjmë do thot festimin e tyre, nëse është mundësia do thot të ikim kësaj, është më e drejtë për arsye se me një formë do thot është një lloj solidarizimi për atë që ata e dallojnë, do thot nëse ne në formë pak më drejt për drejtë i urojmë do thot Krishtlindjen një personi, atëherë me një fjalë neve jemi pajtu në atë që ai e feston, sikurse që është do thot kremtimi, sikurse që është do thot kremtimi i lindjes së djalit të Zotit, ashtu siç pretendojnë ata.